Përshëndetje, të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokanstra kundër të tjera, sot do të ndiqni. Televizioni shqiptar feston sot 65 vjetorin e themelimit. Për gjatë dekadave të rritjes së medias publike, është nderuar kontributi i qindra punonjësve, të cilët me talentin dhe përkushtimin e tyre i ashtuan vlerat dhe pasuruan këtë institucion. Drejtuesja e sapo zgjedhur e Radio Televizionit Shqiptar, Eni Vasili, zhvilloi një takim prezantues me stafin e këtij institucioni. Duke u bërë para grua që drejton median publike, zonja Vasili ka vlerësuar kontributin e punonjësve të institucionit, duke shfaqur edhe një filozofi bashkëpunuese me ta. Në Komisionin Zonal Zgjedhor numër 92 të Bashkisë së Feniqit kanë bërritur materialet e para zgjedhore nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Njëkohësisht banorët po verifikojnë emrat e tyre në listat e zgjedhësve. 31 të rinj nga Danimarka që po vizitojnë qytetin e Gjirokastrës krahas vizitave në monumentet historike, kulturore dhe natyrore, po shijojnë edhe gatimet tradicionale të gatuara nga vetë ata. Janë vetë bizneset dhe anvisat gjirokastrite që po ja u mundsojnë këtë gjë vizitorëve në këndet e ngritura në pazarin karakteristik. Ju njohim tani më gjerësisht. Televizioni shqiptar feston sot 65 vjetorin e themelimit. Për gjatë dekadave të rritjes medias publike, është nderuar kontributi i qindra punonjësve, të cilët me talentin dhe përkushtimin e tyre i ashtuan vlerat dhe pasuruan këtë institucion. Radio Televizioni Shqiptar kremton sot 65 vjetorin e fillimit të transmetimeve të tij, duke shënuar një gur kilometrik për historinë kombëtare, në shërbim të informimit të publikut, duke ruajtur kulturën, gjuhën shqipe dhe pasuruar artin. Në vitin 1960, RTS nisi transmetimet vetëm për një territor të kufizuar, e më pas ushtrinë të gjithë Republikën, duke mbuluar sot që flasim hapësirën më të madhe gjeografike nga të gjitha mediat audiovizive të vendit. Duhet kujtoj me nostalgji gjithë këto vite, sidomos 40 vitet e mia të punës në radio televizion, ashtu siç dua të kujtoj të gjithë së bashku, të cilët me punën e tyre, me përkushtimin e tyre i dhanë Radio Televizion Shqiptar një dritare që u bë shumë e dashur për teleshikuesin të tërë trojet shqiptare. Ishte një, domethënë RTS-ja i vetmi stacion kanal televiziv që shikohej në mbar Shqipërinë, gjithandej dhe kudo që shkoja më pëlqente se në një farë mënyre, sikur më përkëdhele sedra kur njerëzit më njihnin dhe flisin me shumë emocion. Dashuria e parë dhe e fundit e imja Radio Televizioni Shqiptar ka. Do të thënë, në të gjithë energjitë tona i kena hedhur te ky institucion. Këtu rritëm, këtu formum emër, i uroj me zemër ditëlindjen. RTS prodhoi në më shumë se 6 dekada programe që synuan të jenë gjithëpërfshirëse, duke patur në vëmendje informimin, edukimin dhe argëtimin. Sot në 65 vjetorin e themelimit, RTS numëron me qindra programe tematike, dokumentar, seriale dhe filma televiziv, koncerte, recitale, festivale muzikore kombëtare, pa lënë mënjan gjinin e skenës së teatrit. Sot Radio Televizioni Publik feston dhe nderon me krenari 10 gazetar, muzikant, artist, skenarist, teknik, kameraman, punonjës të prodhimit televiziv që kanë dhënë kontribut të çmuar në pasurimin e programacionit në 6 dekada të Radio Televizionit Shqiptar. RTS është transmetuesi i vetëm publik në Republikën e Shqipërisë dhe synon të përparojë në kohën e teknologjisë dhe sfidave që sjell zhvillimi në fushën e medias audiovizive. Sot Radio Televizioni Shqiptar është televizioni i historisë së shqiptarëve. Drejtuesja e sapo zgjedhur e Radio Televizionit Shqiptar, Eni Vasili, zhvilloi një takim prezantues me stafin e këtij institucioni. Duke u bërë para grua që drejton median publike, zonja Vasili ka vlerësuar kontributin e punonjësve të institucionit, duke shfaqur edhe një filozofi bashkëpunuese me ta. Eni Vasili bëhet e para grua në historinë e Radio Televizionit Publik Shqiptar që do të drejtoj këtë institucion. Pas marrjes së mandatit, drejtuese e re ka zhvilluar një takim me stafin e institucionit, duke shprehur edhe qasjen e saj në momentin e marrjes së detyrës. Rini të qetë, punoni të qetë, jepi maksimumin tuaj, maj sa mundani në përditshmërinë tuaj. Sigurisht, në mënyrë graduale, do mundohet të dëgjoj takimin nga një, kur atina që keni si sektor, por edhe si individ, si profesionist. Është shumë e rëndësishme jemi të gjithë në funksion të ekranit, të atij imazhi për cilin jemi këtu.
gazetar, regjisor, skenarist, autor, montazhier, këta janë artistët e programit dhe gjithë ne tjerët jemi në funksion të atij minutazhi që i japim në transmetim. Gjatë takimit me stafin, zonja Vasili ka kërkuar bashkëpunime të gjithë punonjësit e radio televizionit publik, duke premtuar se do t'i jepet fund edhe periudhës së zgjatur tranzitore që institucioni përjetoi. Kërkoj ndihmën tuaj në mënyrë të urdur, për të kaluar pak në këtë fazë të parë, të ballës parë, të mbrëmjes parë, me problemet që ekzistojnë, di që janë shumë, do të zgjidhet. Janë vitur që do të zgjidhet gjitha. Eni Vasili u zgjodhi në krye të radio televizionit publik shqiptar pasi siguroi shumicën e votave në këshillin drejtues mes 12 kandidatëve që paraqiten ambicien për të drejtuar këtë institucion. Kandidatët që garojnë në zgjedhjet e 11 majit kanë vijuar bashkëbisedimet me komunitetin. Drejtuesja politike e Partisë Socialiste Mirela Kumbaro u bë pjesë e përkujtimit të 81 vjetorit të brigadës së 8 sulmuese në sheper të Zagoris, ndërkohë që Partia Demokratike ka dalë me një deklaratë për shtyp. Takime kanë pasur edhe kandidatët e Partisë Demokratike. Drejtuesja politike e Partisë Socialiste e Porqarku Gjirokastër Mirela Kumbaro ju bashkua në shepër të Zagoris, nderimeve për të përkujtuar krijimin e 81 vjetorit të brigadës së 8 sulmuese. Kumbaro tha se kjo është një ngjarje që na bën krenar për të shkuarën, por na krijon po aq mundësi për të ardhmen, për ta kthyer historinë në një atraksion turistik e për të tërhequr më shumë vizitor. Kumbaro shtoi se me rrugën e re që po ndërtohet, fshatrat e Zagories afrohen me Gjirokastrën e Libohovën, duke krijuar zinxhirin e ekonomisë së turizmit përmes bujtinave, agroturizmeve dhe eventeve turistike. Sot në këtë ditë të shënuar, në këtë ditë shumë simbolike, 81 vjet më parë, Zagoria, vendi i trimërisë, i mençurisë dhe i lirisë, priti dhe ngriti si ret mbi supe brigadën e 8 sulmuese. Nuk është e para herë që në këtë datë të shënuar unë i bashkohem një momenti shumë të rëndësishëm të kujtesës historike. Një gjë është e qartë dhe e sigurt. Asnjëherë nuk duhet të harrojmë sepse kanë qenë gjyshrit tanë, të parët tanë dhe kujtesa është ajo që bën shtyllën e një populli. Në vitet në vazhdim, kjo fushë do të mbushet edhe më plot. Jo thjesht sepse do ketë më shumë të rinj, por sepse ta themi, investimet që po bëjnë do të krijojnë lehtësi për të ardhur në këtë trev të jashtëzakonshme, do të krijojnë mundësi për ta zhvilluar këtë trev të jashtëzakonshme. Zagoria që është park natyror, është një zonë e letërsisë shqipe, është një zonë e burrave trima dhe grave të mençura, pret një tjetër të ardhme që ka të bëjë me zhvillimin e turizmit. Kujtesa është pjesë e traditës, por kujtesa është gjithashtu dhe një atraksion turistik, dhe që njerëzit vinë ta shikojnë, jo vetëm ne që jemi me origjinë dhe rrënjë banor të kësaj zone, por duam të vinë ata që nuk na njohin. Duam të vinë ata të cilët duhet i tërheqim, jo vetëm me kujtesën, po duhet i tërheqim me traditën e shtëpisë, me traditën e mikpritjes, me nikoqiret, me guzhinën, me bukurit natyrore, me festat që do të organizohen. E bëra me shumë kënaqësi rrugën, unë erdha nga Çajupi, do të jemi shumë shpejt këtu, unë jam e bindur që brenda një viti do të kemi zhvillime të reja. Në mandatin e 4 ne kemi parashikuar dhe planifikuar ndërtimin e unazës së plot të Çajupit, Gjirokastër, Libohov, Çajup, Poliçan, për të lidhur Pogonin, fshatrat e Pogonit me fshatrat e Zagorisë.
Kandidati i Partisë Socialiste në qarkun e Gjirokastrës Tërmet Peçi zhvilloi një takim me pensionistë në Tepelen, duke i kërkuar atyre mbështetjen me votë për Partinë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit. Peçi renditi disa prej punëve që ende vijojnë në bashkinë që ai drejtoi prej vitesh, ndërsa ndau lajmin e mirë se deri në 2030 pensioni mesatar do të jetë 400 euro dhe ai minimal do të bëhet 200 euro. Bashkinë aty e kam parë në syt e një familje të përbashkët. Dhe nuk e kam parë atje për kulturë profike, por e kam parë që unë sadopak të jap dhe të jetë një shërbëtor i denjë. Të shtrëgova këtu të jetë shërbëtor i denjë për këtë komunitet, do të kem privilegjin e madh që në 11 maj me besimin tuaj të jem shërbëtor dhe shërbëtyr dhe të gjithë Tepelenat dhe kudo në të gjithë qarkun. Nuk dua mbështetje pa Partinë Socialiste sepse gjithë respekti, kontributi, vlerësimi që do të bëni ju nuk do të kem dot fuqi ta kthej mbrapsht për ju, për këtë komunitet dhe për gjithë qarkun. Tani na kërkon votën do të japim votën. Kërkojmë një gjë. Jetë drejt parlamentit dhe do të kandidat. Nuk duam të rish të sulmojmë nga pjellë më shpesh. Të kërkojmë aktiv. Të qash hallet tona, kërkesat tona, sepse atje është zëri burë. Atje është shumë një burë. Prandaj ti është burë. Faleminderit. Më shumë se ç'mund të më dini ju që nga thojtë e maje flokët nuk më jep asnjë gjithë qarkun nga këtë. Unë çdo fushat elektoral, unë kur jam në garë nuk premtoj. Por premtimi im është ky, e kam me Adili. Unë do të kërkoj ankesë të thellë nga zemra për ato punë që nuk i përfundova dot, por që janë në proces. Këtë vit 2025 janë disa investime që nëse më lejoni të përmend shumë me respektin e madh, janë 2 qendra në njësi Kurvelesh, Provenat dhe Mismar që janë proces nga fondi shqiptar, janë shtrimet e rrugëve të brendshme në të gjithë njësitë, duke filluar nga qendra Kurveleshi edhe Lopti janë parashikuar tani. Mbas zgjedhjeve, 2 nga investimet që do të ngelen, që do të thonë në Partinë Socialiste, duke drejtuar ne dhe duke mbështetur ju dhe ne gjithë së bashku Partinë Socialiste, lidhet Sinana me Sebastianin dhe lidhet ura në Kala të vitit 2025, duke lidhur komplet zonën e Rrezës. Unë nuk do të trahtoj Tepelenën dhe nuk do të shkoj veste ditë që do të jem në parlament në qoftë do të kem besim. Do të jem, jetoj, do të vazhdoj të jetoj dhe do të jetoj në Tepelen pa u ndarë dhe në gjithë qarkun pa u shkëputur asnjë moment nga gjithë ju. Drejtuesi politik i Aleancës për Shqipërinë Madhështore PD për qarkun Gjirokastër, profesor doktor Tritan Shehu, së bashku me kandidatët për deputet Alma Kore dhe Bajram Hysa, kanë zhvilluar takime me punonjësit e biznesit fason në qytetin e Gjirokastrës. Në kontakt me to, kandidatët për deputet të koalicionit opozitar u kanë shpjeguar programin e punësimit dhe të rritjes së vlerës së pagës mujore të Partisë Demokratike nesër në pushtet. Emëruesi i përbashkët është se Partia Demokratike i ka kushtuar një rëndësi të veçantë rritjes së pagës mujore, ku minimalisht do të jetë 500 euro, si dhe lehtësirat që do të kenë bizneset fason me uljen e taksave që janë planifikuar në programin e detajuar, kanë thënë kandidatët. Ndërsa në takim me pronaren e një prej bizneseve prodhuese, profesor doktor Tritan Shehu është njohur me vështirësitë me të cilat ndeshet ky biznes në kushtet e ekzistencës në këtë treg dhe të uljes së ndjeshme të monedhës europiane. Kjo sipas zotit Shehu ka dëmtuar dhe dëmton prodhimin vendas, i cili po mbijeton në këtë krizë financiare dhe ndikimin që ka patur dhe ka ulja e vlerës së euros. Si duken kërkesat më ndej? Po një qik me këta euron që ra në bërin që këtu. Kjo ju ka shkatruar, kjo ka shkatruar eksportet në tërësi. Pra, kjo në ka gjë që ka godet prodhimin vendas, kjo është. Dhe kjo është ndodhë pikrisht nga trafiqet, nga larja paras. Tu kemi të bëjmë me një riciklim masiv parash, të cilët kanë bërë që shkatrohet euro dhe rënë njerëz po fundos eksportet tona. Fundos eksportet do thotë fundosi prodhimin shqiptar. Eksportet që kanë të bëjnë direkt me euron, se ne jemi që jemi me ata që bëjnë import është tjetër që. Ne që bëjmë eksport, ata që bëjnë import është gjithë shumë e mirë dhe shumë e leverdi.
Ne që bëjmë eksport vallë. Eksport pra, por eksporti çfarë është prodhimi vendas. Importi është të importosh prodhimin e tjetër kujt. Po. Kurse eksporti është prodhimi vendas. Pra këtu është goditet direkt prodhimi vendas. Se keni marrë vesh jo, me ndrimin e pushtetit, ne do kemi disa ndryshime. Programi mjaft i mirë, do rritem pagat. Paga do jetë 500 euro minimale. Besoj, po. Do të shi edhe për pensione, se unë jam dhe në pension, se vajta 4 vjetë. Edhe punon. Që më ndihmoni. Pensioni nuk është i mjaftueshëm. Sa e keni pensionin? 200. Ne në fakt programin tonë kemi një rritje prej 20% të pensioneve. Dhe të kësaj do të keni kartën e pensionistit. Çdo muaj do të kthehen ajo të BSH-ja. Çdo edhe në Greqi, që ne kemi më afër dhe e dimë që kthehet ajo. Inshallah, besojmë, inshallah. Besoni? Më vjen mirë që ju besoni të programi jonë. Por ju bëj një minimumin etik, ju mund të besoni, se çfarë do të bëjmë ne për të pushtet. Ndërsa punonjësit e biznesit prodhues kanë mbështetur haptasi programin e Partisë Demokratike dhe premtuar voton që do të sjellin ndryshimin e pritur më 11 maj. Me alë në krye normalisht që ndryshimi është i pritshëm. Duan ndryshim. Falenderojmë jashtë masë Deklarat. Partia Demokratike Gjirokastër denoncon sot një skandal që bie ndesh me legjislacionin zgjedhor në fuqi, ndërmarrë nga Partia Socialiste. Shtetasi Ëngjëll Serjani, i cili pretendon se është drejtori i fushatës së kandidatit të Partisë Socialiste Piro Dhima, ka dekonspiruar listën e zgjedhësve në profilin e tij story në platformën social Facebook, me emrat e qytetarëve që dyshohet se kanë shprehur dakordsinë për të votuar kandidatin socialist. Ky akt përbën shkelje flagrante të ligjit. Në një klim zgjedhore që kërkon transparent dhe integritet, publikimi i preferencave elektorale të votuesit është jo vetëm i palishëm, por ngre dyshime serioze për një skem të organizuar shitblerje votash. Ky veprim bie ndesh me nenin 328 dhe 329 të Kodit Penal për cënimin e fshetësisë së votës dhe përfshirjes në veprimtari që ndikojnë në mënyrë të palishme të vullnetit zgjedhor. Publikimi i listave me votues është një formë moderne presioni që mund të përdoret për të intimiduar, shantazhuar apo për të shërbyer individ në këmbim të votës së tyre. Ky është sinjal i rrezikshëm që tregon se mekanizmat e manipulimit nuk janë çrënjosur, por kanë marrë forma të reja dhe më të rafinuara dhe të organizuara në Gjirokastër. Publikimi nga Ëngjëll Serjani, i cili pretendohet se është drejtori i fushatës së Partisë Socialiste për kandidatin Piro Dhima, i listës me votues është një nga shembujt më të pastër të shkeljes së fshetësisë së votës në Shqipërinë e tranzicionit të gjatë. Ky veprim është shumë më tepër se një gabim etik, ndonse Serjani e hoqi nga story i vet nga frika e ndëshkimit penal. Është provë publike e një krimi të organizuar elektoral që përfshin presionin psikologjik, shantazhin, manipulim të qëllimshëm të vullnetit qytetar. Në një vend normal, fshetësia e votës është një shtyllë e sistemit demokratik, është ajo që i jep qytetarit lirin për të zgjedhur pa frikë, pa presion dhe pa ndëshkim. As kush, as partia, as kandidati, as drejtori i fushatës nuk ka të drejtë të di se si do të votojë një individ. Nëse dikush pretendon se e di, ka vetëm një shpjegim. Ai ka ushtruar presion mbi atë qytetar, e ka bler ose e ka friksuar. Publikimi i emrave të njerëzve si vota të sigurta nuk ndodhet rastësisht. Këto lista nuk përpilohen nga dëshira për të bërë fushat, ato janë instrumenta të kontrollit të friksimit dhe të mbajtjes në sqetull të qytetarit. Ato janë lista shantazhi që i thonë çdo shqiptari, ne të kemi shënuar, e dim ku e ke votën, e dim çfarë ke premtuar dhe do ta mbash fjalën, për ndryshe do të kesh pasoja. Ky rast nuk duhet të kalojë në heshtje.
SPA ka për detyrë ligjore të nisë me një hetimet ndaj këtij personi, pasi pretendohet se mban një post politik dhe njihet si krau i djathtë i kryebashkiakut Gjirokastrit. KQZ duhet të veprojë me forcë për të mbrojtur integritetin e procesit. Partia Demokratike Gjirokastër i bën thirrje prokurorisë që të hetojë këtë krim zgjedhor. Ju faleminderit. Në Komisionin Zonal Zgjedhor numër 92 të Bashkisë Finiqit kanë mbritur materialet e para zgjedhore nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Njëkohësisht, banorët po verifikojnë emrat e tyre në listat e zgjedhësve. 31.600 votues të Bashkisë së Finiqit do të kenë mundësinë të ushtrojnë të drejtën e votës në 50 qendra votimi. 36 qendra votimi ishin fillimisht në kushte optimale, kurse 14 të tjerat ju nështruan në rikonstruksionin sipas procedurave ligjore nga ana e strukturave vendore. Gjithashtu, dje kanë mbritur në Livadhia, ku ndodhet celia e Komisionit Zonal numër 92, materialet e para zgjedhore. Tani ka ardhur aparatura, kanë vënë ato pasqyrat të numërimit. Ato janë montuar, janë gati. Kemi të tëra në gjendje pune ato, janë gati. Kanë filluar dhe po punojnë shumë mirë. Banorët e kësaj njësie vendore vazhdojnë të bëjnë verifikimin e emrit të tyre në listat e zgjedhësve, të cilat janë afishuar pranë çdo qendre votimi. Në të tëra qendrat e votimit janë ngjitur ato në përxhama të tyre sipas udhëzimeve, edhe vazhdojnë të jenë, edhe njerëzit po interesohen. Edhe këtu, edhe në migracion, na marrin në telefon, thonë që ku jemi regjistruar, çfarë bëjnë, çfarë nuk bëjnë. Ka një interesim nga ana edhe për banorët në përfshatra. Në platformën PER të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë regjistruar 1200 emigrantë nga Finiqi, të cilët banojnë kryesisht në Greqi. Në spitalin e Tepelenës është vërejtur një rënje ndjeshme e rasteve me viroza krahasuar me muajin mars. Në këtë periudhë paraqiten mesatarisht rreth 15 raste në ditë, ndërsa më parë numri shkonte deri në 40. Mjekët thonë se aktualisht dominojnë alergjitë e stinës, ndërsa apelojnë për kujdes të shtuar, veçanërisht tek personat me probleme kronike të frymarrjes. Gjatë kësaj periudhe në spitalin e Tepelenës është vërejtur një rënje ndjeshme rasteve me viroza të stinës krahasuar me muajin mars. Në atë kohë numri vizitave ditore shkonte deri në 40, ndërsa aktualisht paraqiten mesatarisht 15 persona në ditë. Sipas mjekëve, virozat kanë ardhur në rënje për shkak të ndryshimeve klimatike. Në vend të tyre tani vërehet një shtim i rasteve me alergji të stinës, të cilat janë më të shpeshta gjatë pranverës. Një situatë normale, me sëmundjet, kryesisht sëmundjet e stinës, vazhdojnë të ketë ende viroza, po që janë virozat e stinës së tanishme, sëmundjet alergjike. Dhe të sëmurët kronik që janë gjithë një në vazhdimësi. Po paraqiten rreth 15-20 raste në ditë. Janë raste normale, nuk kemi pasur në fluks të shtuar dhe nuk ka qenë dhe raste problematike. Po, është më i stabilizuar. Alergjitë e stinës janë kryesisht ato që dominojnë tani, edhe gjithë febrile kryesisht e moshat e reja janë virozat e stinës. Mjeku pneumolog Shahin Meçe apelon për kujdes të shtuar, veçanërisht për ata që vuajnë nga alergjitë sezonale, pasi simptomat mund të ngatrohen me ato të virozave dhe të çojnë në trajtime të gabuara. Tani më problematike janë alergjitë e stinës, nga ajo duhet të jetë kujdesi më i madh tek ata dhe vijnë raste të cilat janë raste që janë ka dhe raste të rënduar, shfaqen në forma të ndryshme, duhet të tregojnë kujdes në ato masa, në ato raste kur kemi acarim të gjendjes së tyre, duhet paraqitet vendim mjekësore, duhet marrin edhe mjekim, sidomos rastet që e njohura dhe që bëjnë gjendje të rënda. Në këto kushte rekomandohet qëndrimi larg polyenve, mbajtja pastër e ambientit të banimit dhe konsultimi me mjekun për terapinë e duhur. 31 të rinj nga Danimarka që po vizitojnë qytetin e Gjirokastrës krahas vizitave në monumente historike, kulturore dhe natyrore, po shijojnë edhe gatimet tradicionale të gatuara nga vetata. Janë vetë bizneset dhe amvisat gjirokastrite që po ju amundsojnë këtë gjë vizitorëve në këndet e ngritura në pazarin karakteristik.
Anvisat Gjirokastrite gjithnjë më shumë po sjellin shije negatimeve tradicionale në bizneset e pazarit karakteristik të Gjirokastrës, duke parë interesin e lartë të turistëve të huaj për të mësuar këto receta prej vitesh, tashmë kanë hapur në këtë zonë të qytetit edhe klasa gatimi ku i mësojnë ata se si të gatuajnë. Sot 31 nxënës nga Danimarka e kanë shijuar këtë si eksperiencë, duke gatuar gatime tradicionale si byreku, qifqit e të tjerë. Është një eksperiencë shumë e veçantë. Hera e parë që e provojmë dhe po na pëlqen shumë. Sot do të gatuajmë byrek dhe qifqi, ndoshta edhe ndonjë gatim tjetër. Më pas edhe do i provojmë ato. Është shumë interesante si eksperiencë. Hera e parë që do të gatuajmë. Do e marrim recetën me vete për ta provuar edhe në familjen tonë. Mimoza Duka është një prej anvisave që ju mëson dhe ju tregon deri në detaj turistëve realizimin e tyre. Ajo shprehet se interesi i tyre për t'i mësuar është tepër i lartë. Po bëjmë domethënë vetëm gatime tradicionale. I mësojmë si bëhet byreku, si bëhet qifqia, mësojmë si bëhen osa, domethënë të gjitha gatimet gjirokastrite. Këta i pëlqejnë shumë dhe ne jemi krenar që recetat tona shpërndahen anë mban botës. Kjo iniciativë krijon ura lidhëse mes turistëve dhe traditave vendase, përmes recetave të ruajtura brez pas brezi. Anvisat Gjirokastrite jo vetëm ruajnë identitetin kulinar të qytetit, por edhe i japin jetë pazarit, duke e kthyer në një qendër të gjallë të bashkëjetesës mes kulturave. Në bibliotekën e qytetit të Këlqyrës ka një rritje interesi të lexuesve. Sipas përgjegjëses bibliotekës Violanda Dori, frekuentuesi në të rregullt janë grup moshat 7 deri në 13 vjeç. Kjo bibliotekë disponon në fondin e saj mbi 2000 tituj librash. Biblioteka konsiderohet si një nga pasuritë më të mëdha shpirtërore për çdo individ. Sipas përgjegjëses së Bibliotekës së Qytetit të Këlqyrës, Violanda Dori, rritja e interesit tek lexuesit dhe konkretisht tek fëmijët i atribuohet edhe donacioneve të fundit me libra nga autorë të ndryshëm. Grup moshat më të interesuara janë grup moshat, domethënë nxënësit e gjimnazeve që i marrin për studimet, që kanë për librat e tyre, dhe grup moshat të treta, domethënë 50 deri në 60 ca vjeç, për shembull 65 vjeç. Biblioteka jonë është modeste, ka pak libra, tituj librash, me ardhjen, me prurjen e shkrimtarëve të rinj, janë shtuar ardhja e lexuesve të rinj. Në ambientet e bibliotekës dhe jashtë saj organizohen aktivitetet të ndryshme për të rritur interesin e lexuesve, shtoi mëtej Dori. Moshat e reja po vinë, po marrin libra, ka një ndryshim. Krahasuar me vitin e kaluar, është rritur me 30% numri lexuesve të rinj. Dori thekson gjithashtu se pasurimi i fondit me botime të reja është një nevojë urgjente, pasi një pjesë e konsiderueshme librave aktual janë të vjetër dhe të dëmtuar. Këtu përfunduam të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTSH Gjirokastra. Ndahemi bashkë, miru takofshim.